e nderuar kryetare e Senatit Akademik dhe rektore e Universitetit Ismail Qemali Vlorë, profesore doktore Aurela Salia, të nderuar anëtar të Senatit Akademik, i nderuar kryetari i Sharkut Vlorë, zoti Ervis Moçka, të nderuar pjesëmarrës, dashamirës, të ftuar, pedagog të Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Kemi nderin dhe kënaqësinë të zhvillojmë sot ceremoninë e dhënies së titullit profesor emeritus profesorit të nderuar Bardosh Gaça. Më lejoni të bëj një prezantim të shkurtër nga jeta e profesor dr. Bardosh Gaça. Profesor Bardosh Gaça është një personalitet i shquar në fushën e etnologjisë, folklorit dhe lehtësisë shqiptare. Ai lindi më 5 mars 1953 në lagjen e ujit të ftohtë të Vlorës në një familje intelektuale. Studioi në gjimnazin Alidemi dhe pas vitit të dytë i vijoi studimet e tij në shkollën e mesme Selenic. Arsimin e lartë e përfundoi në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori Filologji, ku specializuar në gjuhësi dhe letërsi shqipa. Ajo u bë një nga vatrat më të dashura për profesor Bardoshin. Qysh në vitin 1978 botoi librin Kënga e Selim Hasanit dhe monografin Gja Selimi Bradajt. Ishte një mësues në veri kur gjurmoi këngët e kreshnikëve dhe baladat e legjendarit, këngët historike dhe dashurie, të cilat me botimet e Akademisë së Shkencave deri në vitin 1990 zën 3500 njësi folklorike. Rikthehet në Vlorë si drejtues i kulturës, artit dhe sportit për 8 vite radhazi, ku shënoi një moment kyç, shumë domethënës në karrierën e mëvonshme të profesorit. Gjatë këtyre viteve që drejtoi këtë institucion, ai solli në Vlorë ansamblin e këngëve dhe vallëve popullore, trupën e operës dhe baletit, ansamblin e Kosovës, të Tetovës, si dhe 3 këngëtar të minjor grek. Në vitin 1992 mbrojti doktoraturën me temën Etnokultura e Laborisë, duke u shpallur doktor i shkencave gjuhësore letrare shqiptare. Instituti i Kulturës Popullore në Tiranë e aktivizoi në 35 ekspedita kombëtare, si dhe në 2 festivale folklorike kombëtare në Gjirokastër, si dhe antar komisioni gjithashtu. Ka qenë antar i Komisionit Shtetëror të Polifonisë Shqiptare në UNESCO i këngëve të kreshnikëve. Në vitin 2000 fillon pedagog në Universitetin Ismail Qemali Vlorë. Në vitin 2009 fitoi titullin profesor doktor. Krahas mjaft artikujve dhe studimeve në shtypin shkencor shqiptar dhe atë të Evropës, në opusin e veprave të tij përfshihen 60 monografi kritiko-letrare, 8 libra mbi letërsinë shqipe, 5 libra mbi etnologjinë dhe folklorin, duke i dhënë kështu kërkimit shkencor hapësira të reja të kohës. Një studim me mjaft vlera botuar në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë është edhe vepra ata që shpallën pavarësinë kombëtare. Një nga veprat e tij më të fundit është Vlora fjalor enciklopedik, një botim monumental me 1180 faqe që pasqyron historinë, kulturën dhe personalitetet e shquara të Vlorës. Për kontributet e tij në fushën e kulturës dhe arsimit, Prof. Gaça është dekoruar me titullin Mjeshtri i Madh nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Në fushën e kërkimeve shkencore, profesor Bardosh Gaça ka realizuar studime të thelluara mbi etnokulturën e letërsisë, duke mbrojtur doktoraturën me temën Etnokultura e Laborisë në vitin 1992. Puna e tij ulëmtuese përfshin gjurmimin e traditave popullore në treva të ndryshme shqiptare, përfshi Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Italinë, Greqinë, Rumaninë, Ukrainën, Poloninë, Malinezi dhe Kosovë. Faleminderit shumë që keni ardhur, pedagog, student, administrat, por mbi të gjitha intelektual të komunitetit të Vlorës. Në vazhdimsinë e aktiviteteve kulturore dhe akademike që Universiteti i Vlorës po zhvillon, sot jemi mbledhur për të nderuar një figurë shumë të veçantë që më së pari na bën neve nder për akordimin e titullit që po japim dhe pastaj bën nder dhe gjithë komunitetit të Vlorës. Sot jemi mbledhur këtu veç të tjerash dhe për të shprehur mirënjohjen tonë që një institucion akademik, që qyteti i Vlorës ka pasur mundësinë të ketë një gjigant të tillë, një gjigant intelektual, një gjigant akademik në
si pjesë të tij, sepse siç u thash, më së pari na nderon neve të gjithëve prania e tij dhe kontributi që ai ka dhënë. Profesor Bardosh Gaçe është një nga shembuj tipik në të cilët të gjithë neve si kolegë dhe si akademik duhet ta marrim shembull, sepse ai është në mënyrë të mirëfillt një akademik i vërtet. Mësuesi ka për detyrë minimale të mësoj, të riprodhoj materialin didaktik të aprovuar dhe ajo është më se mjaftueshme dhe shumë e vlerësuar për punën që bën. Por akademiku është ai që zhvillon krijimtari, që jep kontribut për komunitetin, siç dhe sapo e pam, në gjithë jetën e tij akademike profesori jo vetëm ka prodhuar, ka krijuar, ka kontribuar për komunitetin, por i ka rritur dhe vlerat dhe cilësinë punës akademike që ka patur si pedagog dhe si drejtues i qendrës së albanistikës. Ky është shembulli që duhet marrim dhe duhet ndjekim që të gjithë neve si kolegët e tij. Jemi shumë unë personalisht jam shumë falenderuese, po besoj gjithë kolegët e mi janë shumë falenderues që e kemi patur dhe që kemi mundësinë të krenohemi që kemi një figurë të tillë në Universitetin e Vlorës. Dita e sotme, dita e dhënies së certifikatës titullit profesor emeritus nuk është një ditë e rastësishme. Sot është ditëlindja e profesorit, profesor Bardosh Gaçe, kështu që është momenti të themi shumë urime profesorit, gëzuar ditëlindjen profesor, e paçi jetën sa më të lehtë, sa më të shkëlqyer siç e keni pasur deri tani. Pjesën e Departamentit të Zhvilletërsisë, profesori Monika Hasani, për oponencën e saj me titull Bardosh Gaçe, pedagog me vlera të rralla. Se keni ardhur në këtë ditë kaq të veçantë dhe plot emocione. Profesor Dr. Bardosh Gaçe është njëri prej pedagogëve të mënyrë të Universitetit Ismail Qemali, por një herazi, një ndër themeluesit e degës së gjuhës shqipe dhe letërsisë, si dhe qendrës së studimeve albanologjike e ballkanistike, duke i dhënë në këtë mënyrë një fytyrë të re Fakultetit të Shkencave Humane. Jeta dhe veprimtaria e këtij dietari e pedagogu është komplekse. Fillimisht shërben në arsimin kombëtar në qytetet veriore të Shqipërisë. Qysh fort i ri, me përkrajjen e shkencëtarëve të mirënjohur si Shaban Demiraj, Alfred Uçi, Zini Sako, Qemal Haxhi Hasani, Dimitër Shuteriqi, Ismet Elezi e të tjerë, u bë një punonjës i zellshëm kërkimor shkencor, kryesisht në teren, duke na dhënë një varg veprash në fushën e etnologjisë, folklorit dhe antropologjisë kulturore. Mjafton të përmendim këtu 56 ekspeditat kërkimore shkencore në Himar, Lumin e Vlorës, Kurvelesh, Zagori, Lunxhëri, Shpatë e Elbasanit, Fusharës, Mirdit, Malsi e Madhe, Nikaj Mërtur, Gjakov, Tetov, Kostivar, Ulqin, Guci, Myzeqe e Gjetkë. Dhe përfshirjen e tij në botimet e Akademisë së Shkencave gjatë periudhës 1980-1991 të 3500 njësive folklorike, të cilat janë një pasuri e rrallë kombëtare. Duhet të themi se qysh në moshën 23 vjeçare, profesor Bardoshi boton në Akademinë e Shkencave veprën Kënga Popullore Selim Hasanit, si dhe monografinë Selim Hasani, të cilat u pasuan nga një varg veprash të tjera, me Xhebro Gjikën, Mato Hasanin, Xhemil Dukën, Kënga Popullore Lumit të Vlorës, ristit në traditën kulturore të Himarës, Devollit apo Myzeqes. Nuk po flas këtu për studimet e tij historike dhe rreth 60 monografi të personaliteteve të shquara të historisë kombëtare, si Hamza Isai, Ibrahim Abdullahi, Osman Haxhiu, Beqir Velo, Arshi Selfo, Mehmet Selimi e të tjera. Kur ngjallet kultura dhe historia kombëtare Vlorës, por edhe në mjaft prej këtyre studimeve kemi ringjallje e studime për lidhjen e Prizrenit, Kongresit Zakonor të Kuçit, luftës së Vlorës të 1920-s për Kosovën dhe Çamërinë, ku shpalosen horizonte të reja me dokumente, dëshmi e materiale të arkivave të Europës që sillin një përfytyrim të thellë për këtë ngjarje historike madhore. Një fushë e gjerë studimeve dhe gjurmimeve të tij janë edhe kritika letrare, estetika dhe letërsia e vjetër e bashkohore. Unë po përmend vetëm 3 veprat e tij të fundit: letërsia arbëreshe, Patos Arapi, monografi, dhe letërsia bashkohore shqipe poezia, për të cilat janë shkruar 10 vlerësime nga studiues të shquar akademik si Jorgo Bulo, Ali Xhiku, Gjevalin Shkurtaj, Roland Zisi, Robert Elsie, Francesco Altimari,
Agim Binca e të tjerë, të cilët na thonë se puna shkencore e profesor Bardosh Gaçës mbart vlera të rralla kombëtare. Profesor Bardoshi ka mbi 25 vjet pedagog në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, një pedagog me atribute të larta shkencore në mësimdhënie, në transmetimin e dijeve të brezave të tërë studentësh, por jo vetëm kaq. Edhe tek ata që kanë mbrojtur doktoratura, tek ata që kanë marrë titull profesor i asociuar apo profesor. Është nga rastet e rralla në arsimin ton që ka qenë i pranishëm edhe në mbrojtjet e doktoraturave dhe udhëheqjet e disa prej tyre në universitete të tilla si Universiteti i Kozencës, La Sapienza, Bolognë, Prishtinë, Shkup, Ulqin, Tetov e tjerë. Jo rastësisht, profesor Bardoshi, personalitetin akademik, shkencor dhe shoqëror, profesor Bardosh Gaçë. Ju faleminderit profesore Saliaj, faleminderit kolegë të Senatit Akademik, edhe në emër të Departamentit Gjuhëletërsisë. Akti juaj dëshmon vetdije, përgjegjësi të lartë morale, qytetare profesionale për shumë arsye. Por ne çmojmë si themelore pjekurinë tonë institucionale, besimin në vlerat dhe në punën tonë, të cilat vështirë se gjejnë dhe do të mund të gjejnë në të ardhmen shëmbëtyrë më të shkëlqyer se Bardosh Gaçë. Kjo sallë ka parë të nderohen me plot merit të tjera personalitete, por besoj se e them edhe në emrin tuaj se profesor Gaçë është përjashtimi që na bën më shumë nder. Përpara se ta kemi të mikut dhe të Zotit shtëpinë tonë, universitetin, na duhet s'pari ta kemi shtëpi, së cilës i kushtojmë me dashurinë, vullnetin dhe sakrificin që meriton një shtëpi. Akte të tilla e formsojnë universitetin, e sprovojnë atë në aftësinë e tij për të dëshmuar identitet. Bardosh Gaçë sot kurorëzon me nder një udhë të gjatë e të vështirë jetë e pune, në krye të cilës ai është padyshim një profil i rëndësishëm shkencor i kulturës kombëtare, siç e quhen me plot të drejtë profesore Onuzi. Me një vepër të plot, të pasur, të vëllimshme, të vlefshme, fryti një pune titanike, i këshërisë për i dietari, i akërbisë rrallë hulumtuese, i kompetencës metodologjike, talentit, empatisë dhe përkohësisë. Përkohësisë së tij të rrallë, nuk kam njohur shkencëtar më të përullur, më të përmbajtur, më kërkues e këmbgulës se ky njeri, që ka cilësinë e rrallë të mos i mungojë asgjë nga rutina jonë dhe njëkohësisht të bëjë natën ditë duke punuar, duke shkruar, duke botuar çdo ditë, javë, muaj, vit, pa u ndier, duke lënë gjurmë bujarie e thjeshtësie me të vërtetë rralla. Objekti i interesimeve i punës së profesor Gaçës janë trashëgimia kulturore, folklori, etnologjia, antropologjia e kulturës, historia e letërsisë, historia e zhanreve, letërsia për fëmijë, kritika letrare e tjerë. Profesori është autori mbi 180 kumtimeve veprimtari shkencore brenda jashtëvendit, organizatori i konferencave, simpoziumeve, seminareve, drejtues, këshillues e editor i akteve, rezumeve akademike të Departamentit Gjuhëletërsisë në Universitetin Ismail Qemali dhe në katedra e entitetet tjera universitare. Natyrisht që pasioni i tij më i dukshëm dhe pasoi kontributi i tij kryesor ka qenë dhe mbetet folklori dhe etnologjia. Ky student në udhëheqjen e profesor Zini Sako, semtesi bashkëpunëtor i Institutit Kulturës Popullore, krah personalitetesh si Qemal Xhiasani, Rok Zojzi, Kozma Vasili, Arsen Mustaqi, Benjamin Kruta, Spiro Shituni, Bardosh Gaçë krijoi fizionominë e një etnologu me të ardhme të ndritshme në shkencën folkloristike shqiptare. Në të vërtetë, ai do ta përligj me një korpus mbresëlënës studime shpresën që dha në fillimet e tij. Po përmendi monografitë Xhaselimi i Bratit, Kënga popullore e Selim Hasanit, Kënga popullore Lumi të Vlorës, Reshat Osmani dhe Kënga qytetare e Vlorës, Rapsodi Matu Hasani, Flamuri dhe Ismail Qemali në këngët e rrëfimet popullore, përkime poetike mes poezisë popullore dhe poezisë kultivuar shqipe, apo aspektet etnokulturës shqiptare. Nuk ka pëllëm toke shqiptare apo kufritet shqip të mos e ketë shkelur këmba e këtij eksploruesi të jashtëzakonshëm të trashëgimisë. Gjumimet e tij shkojnë nga Lumi i Vlorës, Kurreleshi, Mara, Dukati, Luma, Hasi, Zadrima, Malsi e Madhe, Fusharës, Puk, Slove Maqellar, në shqiptarët e Marit të Zit, Maqedonisë Veriore në Kosovë, ku do të veçojë bashkëpunimin e tij me si vëllezërit Sadri Fetiu, Anton Çeta, Shefqet Plana, Qemal Murati, Hamid Xhaferi, Nuhi Vinca, Bahri Brisku, Idris Zajeti, Anton Berisha, Zymer Neziri, Emin Kabashi, Zekiria Neziri e tjerë. Apo udhimet e tij në Arvanitasit e Greqisë dhe në Arbëreshët e Italisë. Si historian i letërsisë, profesor Gaçë është autori disa punimeve që në pikpamje të vlerës informuese, djersisë rrokjes së çështjeve me interes historiografik e sociologjik, janë me të vërtet një krestomatësi që rrallë kush mund ta prodhojë.
Po përmend Ali Aslani, princi i lirikës shqiptare, Ali Aslani, Vidi Pullumbesh, Mateo Mandala, shërbestari i Albanologjisë shqiptare, Letërsia Bashkëkohore Arbëreshe, Universi Poetik i Fatos Arapit, Letërsia Bashkëkohore Shqiptare Poezia. Si studente në programin Master Shkencor në Mësimdhënie në Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë të Universitetit Ismail Qemali, e njoh për vite të tëra profesor Bardosh Gaçen. Jo vetëm si pedagog, por edhe si njeri, si qytetar, si një vlerë e rrallë e Vlorës dhe e Labërisë. Siç u tha këtu nga studiues dhe kolegë të tij, të plasësh për këtë figurë emblematike dhe horizontet e punës së tij kërkimore e shkencore mbi të gjitha si një pedagog model në zhvillimin e arsimit kombëtar, qysh kur ishte mësues në veri të Shqipërisë si shef i seksionit të kulturës e sporteve të Rrethit të Vlorës për 8 vite e deri tani si pedagog, shpërfaqet një profesor me dimensione të mëdha. Kur profesor Bardoshit ju dha titullin mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës, ndjeva krenari dhe kënaqësi kur kolegët pedagog apo qytetar të thjeshtë shprehin me konsiderata të larta për këtë personalitet që e rriti dhe e ka në gjirin e vet qyteti dhe universiteti ynë. Këta njerëz tashmë janë thyer në emblema që rezatojnë dashuri e fisnikëri me kontributet e tyre në shërbim të shoqërisë bashkëkohore shqiptare. Këtu u fol për disa nga vlerat e tij, por unë do të shtoj një aspekt, kontributin e tij si pedagog i Universitetit Ismail Qemali. Ky nuk është vetëm mendimi im, por edhe i qindra studentëve të tjerë. Kush ka marrë pjesë në leksionet, seminaret, debatet e diskutimet në auditoret e universitetit, ka parë në ligjërimet e tij fjalën shqipe, plot dritë, mençuri, filozofi e urtësi, që ai përcjell tek të tjerët. Si pedagog për një kohë të gjatë, ai ka ligjëruar lëndët mësimore, si letërsia për fëmijë, letërsia shqipe, shkrimi akademik, etnologjia dhe folklori, letërsia shqipe 1, trashëgimia kulturore, trashëgimia dhe turizmi, antropologjia kulturore, letërsia arbëreshe, për të cilat ka hartuar edhe tekstet përkatëse. Tekstet e tij, që i shërbejnë arsimit kombëtar, janë një model i ri shkencor dhe pedagogjik, të cilat ende i kanë në duar jo vetëm studentët, por edhe mësuesit, specialistët dhe drejtorët e shkollave. Potencialet të tilla shkencore dhe pedagogjike, korrekt e me dashuri të rrallë për arsimin kombëtar, mendoj se janë të pakta. Mendja e profesor Bardoshit nuk është palosur vetëm në auditoret e universitetit, por edhe në ndihmesën e tij fisnike, në 10 doktoratura e titull shkencor të tjerëve, në punimet e diplomave, në konferencat shkencore brenda e jashtë vendit. Një jetë e mbushur me punë, përkushtim, talent dhe dignitet, për të cilën ende ka nevojë shoqëria shqiptare. Është një kontribut i jashtëzakonshëm ku salla të tilla janë tepër të vogla për të folur për ta. Gjithashtu do të shtoja se ky universitet, si edhe Bashkia e Vlorës, do të duhej dhe duhet të bëjnë akoma më shumë për vlerësimin e tij. Me shumë respekt për ju profesor, çdo ditë unë do t'ju thosha faleminderit. Kam edhe diçka, më falni edhe diçka të vogël, të fundit, unë si Bruna Aliaj, me njohjen dhe respektin tim ndaj profesor Bardosh Gaçet, e kam konkretizuar nëpërmjet më vonë, okej, më thon pak më vonë. Surpriza më vonë. Drejtshëm Bruna, dhe tani më lejoni nëse dikush nga radhët e të ftuarit, miq, të afër, familjar të profesor Bardosh Gaçes, dëshiron ta përshëndesi profesorin. Kanë shkruar e dua të lexoj disa fjalë mjaltore, mjaft zgjoge nga to troje. Ku Bardosh Gaçe i ka shkruar e përta ka shkruar kyç në moshën fëminore. Kyç kur të shati lumit të parë kishte të stilën në i broje. Kyç kur kopetja dhe në shkoni i shpateve të marit vardar. Kyç kur lere punojshin me parmën e u gajnë vante shumë vlarë. E ky, djaloshi i ri, pra Bardosh Gaçe që para në rri, me pene vjetore në gjithë, shkruan të bardhje të regjime e poezi, derisa arriti e shkroi madhështi enciklopedi. Pëllumbi e Bricikës fluturoi mbi territor, pasurit shpirtërore i mblodhi në gjithë një vlorë.
more pas ke qenë partnua, 10 libra pas ke shkruar, ligjëron të lodh futuar pa letër e racëntuar. Është historian i rrallë, lartë ka lidhje me Allahn, gjuhëtar, akademik, me gjëset e bëmik, sepse çdo fjalë e tij është një çifrik. Prandaj, vlora, historia, deti, lumi, gjithësia, Bardosh Gaçën e uruan 100 vjeç mendjekulluar, me shumë respekt ta gjurmë. Të ftoj profesor Pëllum Xhufin për të përshëndetur profesor Bardosh Gaçën. Dhe kolegun tim vjetër, Bardosh Gaçë, i cili nderohet sot nga Universiteti Ismail Qemali me këtë titull të lartë, profesor emeritus. Thash kam një ojtë vjetër me Bardoshin dhe më ka bërë përshtypje që në fillim interesi ti dhe kurioziteti shkencor i këtij njeriu i cili nuk kishte kufi. Po them që në fillimet, që në vitet 70 kur jemi njohur, përthithe çdo gjë dhe në këtë maj që ka rritur të 70 vjetë tashmë, njohuritë e tij poliedrike, që përfshin, po them, çdo gjë që ka të bëjë me humanitetet, me shkencat humane, i ka shprehur në 10 botime, siç e than kolegët e nderuar, dhe unë s'kam qa të them më shumë, ai ka lëvruar të gjitha, po them, fushat e shkencave humane. Bardoshi është historiani, i mirënjohur, është gjithashtu etnologu dhe folkloristi, shumë i njohur gjithashtu, është marrë me drejtime të ndryshme, siç është me biografit, është enciklopedist, si që është dhe botimi i ti, një nga botimet e fundit, fjalori enciklopedik i Vlorës. Por nuk është vetëm Bardoshi intelektuali, krijuesi i Vlorës. Bardoshi është i njohur gjithande ku ka shqiptar, është i njohur në Kosovë, në Maltëzi, është i njohur mes arbrezhve, siç u tha këtu, dhe është një pikë reference për të gjithë, që për qytetarin e thjesht, po dhe për neve që jemi kolegë të tij, në qoftë se ka diçka që duam të dim ose për cilën s'jemi fort qartë, po të pyesësh Bardoshin, Bardoshi është hazër xhevap me njohuritë e tij dhe të jepë për gjithçka, të jepë përgjigjen e dur. Kështu që unë dua të them që Bardoshi si intelektual me një rezonancë shumë të gjerë, edhe përsa i përket dijeve të tij, po dhe përsa i përket edhe njohjeve që ka në të gjithë botën shqiptare, ky nderim që i bëhet Bardoshit, dhe falenderoj dhe rektoren për këtë iniciativë, është një nderim që i bëhet gjithë kolektivitetit akademik të Universitetit Vlorës. I bëhet gjithë qytetarëve të Vlorës, i bëhet gjithë intelektualëve shqiptarë që jo gjithmonë vlerësohen, dhe i dashur Bardosh të uroje që të kesh botime sa më shumë, ti ke akumuluar aq shumë, unë e di që ke shumë projekte, po dhe vite do ke shumë, mos u nxito, kështu që të uroj suksese familjarisht, gëzime në jetë, edhe natyrisht, edhe të gjithë kolegëve dhe gjithë studentëve që janë këtu, ju uroj çdo të mirë. Faleminderit. Faleminderit profesor për fjalën tuaj dhe tani më lejoni të ftoj profesor Sadik Beko të përshëndesi profesorin. Të nderuar kolegë, miq të ftuar. I nderuar profesor Bardosh Gaçë. Unë jam shumë i nderuar dhe i emocionuar që marr fjalën për të përshëndetur një mik si Bardosh Gaçë.
një profesor si Bardosh Gaçe, një pedagog dhe mësimdhënës, një njeri të shkencës, etnolog, studiues i letërsisë, i folklorit, i historisë së Vlorës, një mendje e cila është enciklopedike për nga gjerësia e interesave dhe vështrimeve, po është një mendje njëkohësisht kurioze, e gjallë dhe e prekshme në jetën e tij të përditshme. Te Bardoshi ka diçka nga ai studiuesi, nga ai i dituri i kohrave të vjetra. Nuk është njeriu i kabinetit, njeriu i mbyllur, njeriu i sallave të bibliotekave. Është një njeri njëherësh i gjallë. Është një njeri i pjesëmarrës në gjithë jetën kulturore, në gjithë jetën shkencore, në të gjithë aktivitetet e rëndësishme që janë me rëndësi kombëtare, me rëndësi kulturore. Natyrisht në këtë gjerësi vështrimesh, punimesh, interesimesh të Bardosh Gaçes është e vështirë të ndalesh çfarë është me rëndësishmja. Në këtë ditë shumë solemne ku një njeri shpallet profesor emeritus, mendoj se është një ditë kulmore për jetën e tij, është një ditë kulmore për studimet e tij, është një ditë kulmore për këtë universitet të Vlorës që një personalitet i tillë i jep këtë lloj titulli të lartë. Çfarë do ndalesha dhe ta mbyll? Do ndalesha veçanërisht në studimet që kam lexuar kohët e fundit të Bardoshit mbi letërsinë. Janë disa monografi të shkëlqyer, veçanërisht ajo mbi Fatos Arabi. Është një monografi shkencore, me dije shkencore, me thellësi, me analize, me sinteza të mrekullueshme për një nga poetët më të rëndësishëm të lehtësisë shqipe. Dosha më të rëndësishme e kësaj periudhe që sapo kaloi. Do ndalesha në monografinë e tij të fundit për poezi, një vështrim i thellë dhe të rësor, ndoshta deri tani i parrokur nga gjithë shkenca akademike shqiptare. Këto janë disa nga arritjet e tij të mrekullueshme, të tjera të përmendën nga kolegët pararendës, po unë e di që dikush do thot po enciklopedia për Vlorën, po monografitë e mrekullueshme për figurat e Vlorës, sigurisht që janë. Unë ndala në pjesën time të letërsisë dhe vështrimet e tij mbi letërsinë. E di që Bardoshi akoma ka në thesin e tij, në magazimin e tij, disa vepra të tjera dhe i uroj që të ketë shëndetin, të ketë jetën e gjatë, sepse energjia dhe interesi nuk i mungon. Faleminderit. Faleminderit dhe tani më lejoni të ftoj një mikesh të profesor Bardosh Gaçes, studiuese pranë në Akademisë së Shkencave Rovena Vata. Përshëndetje për gjithë, të nderuar rektorë, të nderuar anëtarë të Senatit Akademik, të nderuar studentë, të nderuar kolegë, miq të profesorit, të nderuar familja e nderuar e profesorit. Fillimisht ju uroj profesor Bardoshit të bëhet 100 vjeç, jetë të gjatë dhe të lumtur. Unë kam ardhur rastësisht me vullnetin tim kur kam parë njoftimin dhe do vija në këmbë nëse do kisha mundësi tjetër të profesorit. Unë dua të them vetëm kaq në njohjen time me profesorin dhe në bashkëpunimin tim që profesor Bardoshi jo vetëm se është një aset i kulturës dhe i shkencës shqiptare, por ai ka shpirtin, siç ka dhe emrin, ka shpirtin e bardhë. Kështu që unë duaj një duar trokitje të gjatë për profesor Bardoshin, të uroj ju uroj jetë të gjatë dhe krijimtari të mbar dhe është i veçantë sepse bën përjashtim nga të gjithë ne në mjediset ku ne jetojmë dhe punojmë, praj
ka zero egoizëm. Kështu që faleminderit profesor atë çfarë keni bërë ju për ne, nuk kanë bërë kolegët tanë për 12 vjet. Unë t'jam mirënjohëse për gjithë çka ke bërë për mua. Faleminderit. E dinë nëse dikush tjetër do të përshëndesi profesorin nga departamenti. Po. Atëherë profesor Eda. Në emër të departamentit, me mirënjohje të jashtëzakonshme. Besoj se bashkohet me zërin e të gjithë kolegëve. Ju faleminderit profesor për durimin, për kushtimin, dashurinë, dëshurinë, respektin që na ke dhuruar në vite. Jemi mirënjohës, 25 vite departament, 20 i bëra 25 në emocionet, ke dhënë shpirtin dhe ne nuk do të si do të falenderojmë, nëse do të mjaftojmë 20 vite të tjera, të falenderojmë. Me mirënjohje dhe respekt për veçantë, në përrullje. Kryetari Nacionalit Akademik, rektori në Universitetit Ismail Qemali Vlorë, profesore doktore Aurela Sajliaj, për t'i dorëzuar profesor Bardosh Gaçes titullin akademik të nderit profesor emeritus. Senati Akademik i jep profesor doktor Bardosh Gaçes titullin profesor emeritus me këtë motivacion për kontribut të shquar të zhvillimit arsimit kombëtar si pedagog i departamentit të gjuhës shqipe dhe letërsisë Universitetit Ismail Qemali Vlorë me një varg votimesh për albanologjinë dhe kulturën shqiptare ku ka spikatur puna me përkushtim dhe nivel të lartë shkencor. I akordoi profesor doktor Bardosh Gaçes titullin profesor emeritus. Dhe tani kam nderin t'i jap fjalën profesor doktor Bardosh Gaçes. Lulet të ndajot. Nderuar lektore Aurela Saliu, nderuar profesor Donzisi, Monika Asami dhe antar të departamentit gjuhë shqipe dhe letërsisë, miq dhe kolegë. Ndoshta dhe tek unë ajo maksima e njohur se je ai nga je ka zënë vend që nga tregimet e para prindërore dhe patros i njerëzve të Vlorës. Në Vlorë kudo që jetojnë, kanë ushqyer dhe vazhdojnë të ushqejnë një lloj krenarie të thellë dhe një obligim qytetar në jetën time. Vlora është krenari jo vetëm për ne vlonjatët, por edhe për të gjithë shqiptarët. Një krenari që kthehet një detyrim shpirtëror, moral, historik dhe të përditshëm për të nderuar Vlorën, të shkuarën e saj, njerëzit e saj, të sotme e saj, ne dhe fëmijët tanë. Të lindësh dhe të rritësh në Vlorë dhe në Labri është një fat dhe një detyrim njerësh. Në Vlorë rritesh në një lullë që bashkë me fjalët e para nën dhe baba do të mësosh dhe fjalën urtësi, trimëri, burëri, djalëri dhe flamur, në ordën e burrave, në ditën e gëzimeve, por dhe deri në vdekje. Do të dëgjosh simfoninë më të lashtë të këngës qytetare dhe këngës popullore të polifonisë, e cila vazhdon të jetë kumti ku amaneti Labit dhe Labris nuk është shuar kur. Në Vlorë Perëndia ka harmonizuar magjishëm detin dhe malin, me komunitetin njerëzor qytetar, ku çdo ngjarje historike, çdo luftëtar, çdo pris ka një këngë dhe kjo është gjithçka që duhet të bësh për Vlorën dhe vlonjatët. Unë jam lindur dhe rritur me gjitha këto gjëra
që përmenda më lartë, ndërsa shkolla, puna, dijet, shkenca dhe kontributet shoqërore janë vlera të çmuara që unë i kam pasur si një motiv dhe një këshill për të qenë krenar, për të qenit nga vlora. Kjo krenari, e cila lidhet me gjërat më fundamentale të vlorës, që nga gurët kilometrik që nisin me rrugtimin historik e kulturor, që nga emrat e njohur si Araniti e Ismail Qemali, prisat e luftës vlorës, poet dhe shkrimtarë si Ali Aslani, Petro Marko, Fatro Sarapi, njerëz të dijes dhe kulturës si Shaban Demiri, Teki Tartari, Vardyl Golemi, Emil Lafe, Etemlika, Dimitra Agnosi, Rami Memushaj, të ekonomisë dhe arsimit kombëtar, të zhvillimit të sotëm modern që e kanë shndruar këtë qytet të bekuar në një perlë, më bën mua dhe vlonjatët të jemi ata nga jemi. Tashmë lidhja me fortë dhe mishëruar në institucionet më të rëndësishme të Vlorës, siç është Universiteti Ismail Qemali, një nga vlerat e merituara të Vlorës, më ka lidhur përditshmërisë me qytetin, njerëzit, brezat, me këmbguljen për të afruar dije, kulturë dhe qytetari. Vlora dhe Universiteti plotësojnë një tjetrin, pasi Vlora ka pasur dhe ka një kontingjent të konsiderueshëm njerëzish të dijes dhe shkencës, të cilët ligjërojnë auditorët e këtij universiteti, një për cilëve jam dhe unë. Gjatë gjithë kësaj kohe, ashtu si disa qytete të tjera me kulturë, traditë dhe peshë në fushën e dijeve, kam kuptuar se Universiteti Ismail Qemali, një universitet i rëndësishëm, të bën më të dinjitetshëm, më bashkëpunues dhe më demonstrues vlerash. Një universitet e bën qytetin dhe njerëzit e tij miq me gjithë njerëzit e kombit. Kjo është kaq e rëndësishme për një pedagog i cili e kupton këtë lidhje me qytetin dhe dijen, me shkencën dhe auditorët e studentëve. Auditori dhe dija janë një motiv i rëndësishëm për të punuar në çdo moment të jetës, një binom që nuk ndahen kurrë nga një tjetri. Aq më shumë që në këtë universitet ka pedagogë të shkëlqyer, siç janë edhe pedagogët e departamentit gjuhëlehtësisë, shqipe, të ciklit tullut, të historiografisë, të gjuhëve të huaja, të drejtësisë, por edhe të ekonomisë turizmit ku kam punuar 6 vite. Në sytë e Vlorës dhe të arsimit kombëtar tashmë janë rritur një plejadë e tërë pedagogësh me nivel bashkëkohor që drejtojnë edhe senatin, rektoratin, fakultetin, departamentet, duke siguruar edukimin moral e shkencor të studentëve për të shërbyer jetës shqiptare dhe demokracisë së vendit. Të gjitha këto që thash, përmbledhen edhe në thënien e këtij titulli profesor emeritus, për të cilën falenderoj dhe përgëzoj senatin, rektoratin, departamentin, por dhe rektoren profesorën e nderuar Aurela Saliu, ishe rektorin Roland Zisi, kolegët e mirë të departamentit, që erdhën si zoqë e tani janë bërë me pupla shkencore si dhe Ministrinë e Arsimit. Ju falenderoj gjithëve. Por minjohjen dhe respektin ndaj jush, doja që ta konkretizoja me një portretin tuaj në pikturë. Vini atje, ta gëzoni ditëlindjen edhe në qinë. Është titulli edhe zuareve të me vejtë foto ne jatë përna vetëm e moment bëjtë foto me profesorin rreth dhe ti s'ka problem. Hajde, po. Doja të theksoja që piktura është bërë vetë nga studentja Bruna Aliaj, në respekt të profesorit. Po, gjithë familja e profesorit në qoftë se dëshiron të gjitet lartë. Hajde, këti sa... Vi kam të
Faleminderit, po, i studente këtu, faleminderit shumë të gjithëve që ishit pjesë të kësaj ceremonie madhështore, për dhënien e titullit profesor emeritus. Profesor, më uroni t'ju uroj edhe 100 vjeç, shpatje vetëm të mira. Faleminderit për të gjitha bashkëpunimet që kemi pasur bashkë. Ju jam shumë mirënjohëse. Dhe tani ju ftoj që kush dëshiron të qëndrojë për vazhdimin e aktivitetit promovimin e librit më të fundit të profesor Bardosh Gaçe. Jeni të ftuar të qëndroni, kush të dëshiroj. Ju falemderit të gjithëve. Shpella e fikut kanin, aty ku takohet deti me malin. Një nga mrekullitë e relaksimit dhe kulinarisë tradicionale me administrim të ri. I rikonceptuar, mjedise të kuruara hishëm, plot kulturë dhe estetik. Kuzhinë tradicionale, por edhe bashkëkohore. Të gjitha i gjeni tek shpella e fikut në kanin. Zojshtë e freskët të rritur në natyrë, mishi kaninës, ulliri dhe vaj kalijot, në tryezën tuaj për një ushqim bio. Peshk dhe prodhime deti, përgatitur plotësie nga kuzhinjeri me eksperiencë. Kapaciteti 700 persona. Shpella e fikut kanin, vendi i dur për një relaks të vërtet. Aty ku mali me detin, krijojnë një simfoni e harmoni si askund tjetër. Shpella e fikut kanin. Tony Electronics, me një eksperiencë 22 vjeçare, vjen me ambiente bashkëkohore dhe investim të ri. Showroom fantastik ku do të gjeni markat dhe brendet më cilësore në treg, si AEK, Electrolux, Bosch, Miele, Samsung, LG, Hisense, Kik e të tjerë. Një gamë të gjerë të pajisjeve inkaso, fura, pianura, lavastovilje, frigorifer, lavapiata, mishelador. Te Tony Electronics do të gjeni një gamë të gjerë të kondicionerve, Hisense, Monosplit dhe Multisplit, mural dhe dysheme. Çdo produkt e gjeni me ulje çmimi duke filluar nga 20 deri 50%. E jani vizitoni showroomin ton dhe përfitoni nga ofertat me çmimet më të lira për markat më të mira. Te Tony Electronics, për të gjitha elektroshtëpjaket, do të përfitoni transport, montim dhe instalim falas. Dyqani vjetër që gjendej te Kishatelja